Rruga e re Qukës-Qaflloç, që u inaugurua vetëm 2 muaj më parë, është shëmbur në një segment të saj në mënyrë të ndjeshme. 3 javë më parë e bëra për herë të parë këtë rrugë dhe kam publikuar një video që mund ta gjeni në rrjetet sociale ku shpreh habin time se pse duaj kjo rrugë. Dhe nga se u nisa nga fakti që nëse ti je në Qukës e sheh që deri në Qaflloç nga rruga e re janë 41 kilometra. Rruga është e njëjtë si ajo e Qukës-Qafthan-Qaflloç, e njëjta gjerësi, të njëjtat kthesa, ndërsa ajo që i bie nga Qafthana është vetëm 45 kilometra, 4 kilometra më shumë. Pra kjo është pak a shumë situata, natyrisht shmang po gradecin. Por rruga Qukës-Qaflloç ka nisur në vitin 2009 mos gaboj, pra 16 vjet më parë, me idenë që do të shpenzoheshin 73 milion euro. Më pas në vitin 2013 shkoi rreth 120 milion euro, ndërsa në mbyllje të saj, sipas një ish ministrit Partisë Socialiste, ka shkuar 371 milion euro. Po pse Shqipëria duhet shpenzonte 371 milion euro për të fituar vetëm 2 minuta më shumë? Nëse vë Google Map nga Quksi, rruga e re për Qaflloç të nxjerr 2 minuta më shpejt se sa rruga e vjetër. Po e di se ç'mund të kishte bërë Shqipëria me 370 milion euro. Mund të shëndërtuar një unaz të re në Tiranë, mund të shëndërtuar një sër kilometrash nga Elbasani drejt Librazhdit për të hapur rrugën, ose mund të kishte bërë tunel në Qafthan dhe në drejtimin tjetër, me siguri nuk do shkonin mbi 371 milion. Ndërkohë që kjo rrugë, që ka marrë 371 milion euro, rrezikon të shëmbet segmentet të saj shumë shpejt. Pra është një rrugë që nuk shërbente për gjë dhe që ka pasur një kosto të llafashme. Pse duhet ta bënte? Hajde gjeje tani sa ajo rrugë u bë. Por ajo që po them është që kjo rrugë nuk vlente.